Kam kënaqësinë e jashtëzakonshme të falenderoj të gjithë anëtarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët morën pjesë në një proces shëmbullor të votimit për zgjedhjen e kryetarit, por dhe delegatëve për në konventën zgjedhore të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe në mënyrë të veçantë dua t'i falenderoj për pjesëmarrjen mjaft të lartë dhe për konfirmimin e qartë të lidhjes së tyre të vendosur dhe të qëndrueshme me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Dua të falenderoj njëkohësisht të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit, të cilët u kujdesën për mbarvajtjen e këtij procesi. Njëkohësisht dua të falenderoj edhe dy kolegët e mi, dy kandidatët për kryetar, zotin Rokaj dhe zotin Spahiu, pasi ata dhanë gjithashtu një kontribut të rëndësishëm për të bërë këtë garë edhe më aktive dhe më interesante dhe për të nxitur rritjen e kësaj pjesëmarrje. Dhe jam i bindur se nga ky proces e gjithë Lëvizja Socialiste për Integrim ka fituar një nivel të ri të organizimit të saj, të pjekurisë së saj politike, të kulturës së saj demokratike. Dhe tani është momenti që këtë pjesëmarrje, këtë inkurajim që na ka dhënë në një shkallë mjaft të lartë anëtarësia e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ta çojmë akoma më përpara drejt konventës zgjedhore të Lëvizjes Socialiste për Integrim data 3 dhe 4 dhjetor, ku ne së bashku do të diskutojmë, do të kuvendojmë dhe do të marrim vendime të rëndësishme, të cilat shkojnë pikërisht në përputhje me aspiratat e gjithë atyre anëtarëve që votuan dje për një LSI gjithnjë më të hapur, për një LSI gjithnjë më gjithëpërfshirëse, për një LSI e cila përmes rritjes saj kontribon për rritjen e stabilitetit në vend dhe për përshpejtimin e procesit të integrimit evropian të vendit.